Po sikur një bimë që e kemi pranë çdo ditë të fshihte një nga sekretet më të vjetra të mjekësisë popullore, rigoni nuk është vetëm një erës për ushqimin, vaji dhe lëngu i tij janë përdorur prej shekujsh për vetitë e tyre të veçanta. Por çfarë ndodh realisht me trupin kur përdoret rigoni dhe pse disa e kanë quajtur lëngu i jetës? Sot do të zbulojmë të vërtetën pas këtij sekreti natyror. Sekreti i rigonit. Për shekuj me radhë, njerëzit kanë kërkuar në natyrë bimë që mund t'i ndihmonin të ndiheshin më mirë, të përballonin shqetësime të ndryshme dhe të ruanin shëndetin. Mes këtyre bimëve, njëra ka qenë veçanërisht e njohur në kuzhinat dhe traditat mesdhetare, rigoni. Shumë prej nesh e njohin rigonin vetëm si erëzën aromatike që hidhet mbi pica, mish, sallata apo gatime tradicionale. Por pas kësaj bime të zakonshme fshihet një histori shumë më e gjatë. Në traditat popullore, rigoni është përdorur në forma të ndryshme, për fshirë çajrat dhe përgatitjet e përqendruara. Në veçanti, vaji esencial i rigonit është bërë i njohur për përmbajtjen e substancave bimore si karvakroli dhe timoli. Dhe pikërisht këtu fillon historia. Sepse kur flasim për rigonin, nuk po flasim thjesht për aromën që i jep ushqimit. Po flasim për një bimë që është studiuar nga shkenca për përbërësit e saj bioaktiv dhe që ka tërhequr vëmendjen për aktivitetin antioksidues dhe antimikrobik të disa prej përbërësve të saj. Por duhet të bëjmë një dallim të rëndësishëm. Në internet, rigoni shpesh prezantohet si një ilaç për gjithçka, madje edhe si lëngu i jetës. Këto janë shprehje të forta dhe tërheqëse, por nuk duhet të ngatërohen me atë që është provuar realisht te njerëzit. Rigoni është bimë me përbërës interesant. Nuk është një kur magjike. Dhe pikërisht kjo e bën historinë edhe më interesante. E gë vjen fuqia e rigonit? Për të kuptuar pse rigoni është kaq i veçantë, duhet të shohim çfarë përmban. Bimët aromatike prodhojnë substanca të ndryshme si pjesë e mekanizmave të tyre natyror të mbrojtjes. Në rigon, dy prej përbërësve më të njohur të vajit esencial janë karvakroli dhe timoli. Këto substanca janë studiuar në laborator për aktivitetin e tyre ndaj mikroorganizmave të ndryshëm. Karvakroli, në veçanti, është një përbërës fenolik që gjendet në disa bimë aromatike. Studimet eksperimentale kanë treguar se ai mund të ndikojë në membranat qelizore të disa mikroorganizmave. Por këtu duhet të ndalemi. Një rezultat në laborator nuk do të thotë automatikisht se konsumimi i rigonit do të prodhojë të njëjtin efekt në trupin e njeriut. Trupi i njeriut është shumë më kompleks. Doza, mënyra e përdorimit, përthithja, metabolizmi dhe ndërveprimet me substanca të tjera luajnë të gjitha një rol. Prandaj, në vend që ta shohim rigonin si një ilaç sekret, është më e saktë ta shohim si një bimë aromatike me përbërës bioaktiv interesant. Rigoni është traditën popullore. Përdorimi i rigonit nuk është një fenomen modern. Në kulturat mesdhetare, bimët aromatike kanë qenë pjesë e jetës së përditshme për mijëra vjet. Ato përdoreshin në ushqim, në përgatitje bimore dhe në praktika tradicionale. Rigoni ishte veçanërisht i çmuar për aromën e tij të fortë dhe për faktin se mund të thahej dhe të ruhej për një kohë të gjatë. Kjo e bëri një bimë praktike për familjet që jetonin në zona rurale. Por tradita dhe shkenca nuk janë e njëjta gjë. Fakti që një bimë është përdorur prej shekujsh nuk do të thotë se çdo pretendim rreth saj është i provuar shkencërisht. Megjithatë, traditat e vjetra shpesh kanë qenë pikënisje për kërkime moderne. Dhe rigoni është një shembull interesant i kësaj. Çfarë është ëtër vërtet lëngu i rigonit? Këtu shpesh krijohet konfuzion. Kur njerëzit thonë lëng rigoni, mund të nënkuptojnë gjëra të ndryshme. Mund të bëhet fjalë për një çaj ose infuzion të përgatitur nga gjethet e rigonit. Mund të nënkuptohet një ekstrakt i bimës. Ose mund të flitet për vajin esencial të rigonit. Këto produkte nuk janë të njëjta. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një çaj rigoni përmban një përzierje të ndryshme substancash nga një vaj esencial shumë i përqendruar. Vaji esencial nuk duhet të trajtohet si një çaj. Ai është shumë më i përqendruar dhe mund të shkaktojë irritim nëse përdoret në mënyrë të papërshtatshme. Prandaj, kur dëgjoni dikë të thotë, pi disa pika vaj rigoni çdo ditë dhe do të shërohesh nga gjithçka, duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm. Kjo nuk është mënyrë e sigurt për të interpretuar shkencën. Pse përdoret rigoni? Në kuzhinë, përdorimi i rigonit është i thjeshtë. Mund të shtohet në ushqim për aromë dhe shije. Në këtë formë, për shumicën e njerëzve, ai është thjesht një erës. Por kur kalojnë te suplementet, ekstraktet dhe vajrat esencial, situata ndryshon. Disa njerëz i përdorin këto produkte me shpresën se do t'i ndihmojnë me tretjen, fryrjen, shqetësimet e rrugëve të frymëmarrjes apo probleme të tjera. Disa nga këto përdorime kanë rënë në traditën popullore,
ndërsa provat klinike për shumë prej pretendimeve mbeten të kufizuara. Kjo është arsyeja pse duhet të ndajmë gjithmonë traditën, kërkimet laboratorike dhe provat klinike. Janë 3 gjëra të ndryshme. Antioksidant. Një nga arsyet pse rigoni ka tërhequr vëmendjen e studiuesve është përmbajtja e përbërësve me aktivitet antioksidues. Çfarë do të thotë kjo? Në trup krijohen vazhdimisht molekula reaktive si pjesë e proceseve normale metabolike. Organizmi ka mekanizma mbrojtës që i kontrollojnë ato. Në kushte të caktuara, një çekuilibër midis proceseve oksiduese dhe mbrojtjes antioksiduese mund të lidhet me dëmtime qelizore. Përbërësit antioksidues nga ushqimet bimore janë një nga arsyet pse një dietë e pasur me fruta, perime, bishtajore, drithëra të plota dhe bimë aromatike konsiderohet e dobishme. Rigoni mund të kontribuojë me përbërës të tillë. Por përsëri, kjo nuk do të thotë se një lug ekstrakt rigoni mund të zëvendësojë një dietë të shëndetshme. Asnjë bimë e vetme nuk mund të zëvendësojë një mënyrë jetese të ekuilibruar. Rigoni dëhë mikrobe. Një tjetër fushë që ka marrë shumë vëmendje është aktiviteti antimikrobik. Në laborator, disa përbërës të vajit të rigonit kanë treguar aktivitet kundër llojeve të ndryshme të mikroorganizmave. Kjo ka bërë që studiuesit të interesohen për mundësinë e përdorimit të këtyre substancave në aplikime të ndryshme. Por përsëri kemi një dallim të madh. Laboratori nuk është i njëjtë me trupin e njeriut. Një substancë mund të pengojë rritjen e një mikroorganizmi në një enë laboratorike, por kjo nuk do të thotë automatikisht se pirja e saj do të eliminojë një infeksion. Infeksionet reale kërkojnë vlerësim mjekësor. Nëse një person ka temperaturë të lartë, dhimbje të forta, vështirësi në frymëmarrje ose simptoma që përkeqësohen, rigoni nuk duhet të përdoret si zëvendësim për trajtimin mjekësor. A mund të ndihmojë tretjen? Në traditën popullore, rigoni është përdorur edhe për shqetësime të tretjes. Disa njerëz e konsumojnë si çaj pas ushqimit. Kjo mund të jetë një mënyrë tradicionale dhe e këndshme për ta përdorur bimën, por nuk duhet të bëjmë premtime të mëdha. Fryrja, gazrat, dhimbjet e barkut dhe problemet e tretjes mund të kenë shumë shkaqe. Ndonjëherë ato lidhen me ushqimin, ndonjëherë me intolerancat, ndonjëherë me stresin, dhe në disa raste mund të jenë shenja e një problemi që kërkon vlerësim mjekësor. Prandaj, një filxhan çaj rigoni mund të jetë pjesë e një rutine ushqimore, por nuk duhet konsideruar si trajtim universal. Pse vaji i rigonit është kë i fuqishëm? Këtu qëndron një nga keqkuptimet më të mëdha. Vaji esencial është një produkt shumë i përqendruar. Aroma e fortë që ndjejmë nuk është rastësi. Substancat aromatike janë të përqendruara në një sasi shumë më të vogël produkti. Kjo do të thotë se më shumë nuk është domosdoshmërisht më mirë. Një sasi e tepërt mund të shkaktojë irritim të gojës, fytit ose stomakut. Përdorimi i drejtpërdrejt në lëkurë mund të shkaktojë irritim te disa njerëz, veçanërisht nëse produkti nuk është i holluar siç duhet. Prandaj produktet me vaj esencial duhet të përdoren sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe me kujdes. Lëngu i jetës e vërtet? Tani vim te pyetja që shumë njerëz duan të dëgjojnë. A është rigoni vërtet lëngu i jetës? Jo në kuptimin literal. Nuk ekziston një pije nga rigoni që garanton jetëgjatësi, shërim të sëmundjeve ose mbrojtje absolute nga problemet shëndetësore. Por kjo nuk e bën rigonin të pavlefshëm. Përkundrazi, ai është një shembull i bukur se si një bimë e zakonshme mund të përmbajë substanca interesante dhe të jetë pjesë e një ushqyerje të larmishme. Nëse përdoret si erëz, rigoni mund të ndihmojë që ushqimi të jetë më aromatik, pa pasur nevojë të mbështetemi vetëm te kripa apo salcat e rënda. Dhe ky është një përfitim shumë më realist se sa premtimet e egzageruara që shohim në internet. Kujdesi duhet të rkeni. Jo çdo gjë që vjen nga natyra është automatikisht e sigurt. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të kuptojmë. Natyrale nuk do të thotë pa rrezik. Vaji esencial i rigonit është shembulli perfekt. Një produkt i përqendruar mund të ketë efekte shumë më të forta se sa përdorimi normal i bimës si erës. Personat që marrin ilaçe të rregullta duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm me suplementet bimore, sepse disa produkte mund të ndërveprojnë me ilaçe. Edhe shtatzënat, fëmijët dhe personat me probleme të caktuara shëndetësore duhet të konsultohen me profesionistë shëndetësor përpara përdorimit të produkteve të përqendruara. Sekreti është tek një bimë. Në fund të kësaj pjese duhet të kuptojmë një gjë. Nuk ka nevojë ta shndërrojmë rigonin në një mrekulli për të pranuar se është një bimë interesante. Shëndeti nuk ndërtohet nga një lug vaj rigoni. Ai ndërtohet nga shumë zakone të vogla. Ushqyerja e ekuilibruar, aktiviteti fizik, gjumi, menaxhimi i stresit, mosduhani,
konsumimi i moderuar i alkoolit ose shmangja e tij, kontrollet shëndetësore dhe trajtimi në kohë i problemeve. Rigoni mund të jetë një pjesë e vogël e këtij mozaiku, por nuk është i gjithë mozaiku, dhe pikërisht këtu historia bëhet edhe më interesante. Sepse përtej rigonit që përdorim në kuzhinë, ekziston një formë shumë më e përqendruar e kësaj bime që ka fituar popularitet të madh në internet. Vaji esencial i rigonit. Çfarë përmban konkretisht? Si përdoret? A është vërtet kaq i fuqishëm sa pretendohet? Dhe mbi të gjitha, a mund të jetë i rrezikshëm kur përdoret gabimisht? Përgjigjet e këtyre pyetjeve do t'i shohim në pjesën e dytë, ku do të flasim për përdorimin e vajit të rigonit, mënyrat e sigurta të konsumimit dhe çfarë duhet të dini përpara se ta provoni. Vaji i rigonit, përfitimet dhe kujdesi. Në pjesën e parë pam se përse rigoni ka tërhequr vëmendjen e njerëzve për shekuj me radhë. Një bimë e vogël me aromë të fortë, por me një përbërje kimike shumë më interesante nga sa mund të imagjinojmë. Por tani vim te pjesa më e rëndësishme. Ajo që njerëzit quajnë lëngu i jetës nuk duhet të trajtohet si një ilaç magjik. Nëse rigoni ka vlerë, ajo qëndron te përbërësit e tij bioaktiv dhe te mënyra se si mund të përfshihet në një mënyrë jetese të shëndetshme. Dhe një nga format më të përqendruara është vaji esencial i rigonit. Vaji i rigonit është njësoj së çaji. Ky është gabimi i parë që duhet shmangur. Kur përgatisim një çaj me gjethe rigoni, kemi një pije relativisht të butë, ku në ujë kalojnë disa prej përbërësve të tretshëm të bimës. Vaji esencial është diçka krejt tjetër. Ai përmban substanca aromatike në përqendrim shumë më të lartë. Pikërisht për këtë arsye, disa pika vaj esencial mund të kenë një sasi shumë më të madhe të përbërësve aktiv sesa një sasi normale rigoni që përdorim në ushqim. Dhe kjo sjell një rregull shumë të rëndësishëm. Mos mendoni se nëse pak rigon është i dobishëm, atëherë shumë vaj rigoni do të jetë edhe më i dobishëm. Në botën e suplementeve, kjo logjik mund të jetë e rrezikshme. Karvakroli, përbërësi që tërhequr vëmendjen. Një nga substancat më të studiuara të vajit të rigonit është karvakroli. Ky përbërës gjendet në përqendrime të ndryshme, në varësi të llojit të rigonit, mënyrës së kultivimit dhe mënyrës së përpunimit. Në kërkimet laboratorike, karvakroli ka treguar aktivitet antioksidues dhe antimikrobik. Kjo është një nga arsyet pse vaji i rigonit është bërë kaq popullor. Por duhet të jemi të saktë. Fakti që një substancë ka aktivitet në laborator nuk do të thotë se ajo mund të përdoret automatikisht si trajtim për një sëmundje. Shkenca kërkon provat e njerëzit. Dhe këtu shumë nga pretendimet që qarkullojnë në rrjet bëhen më pak bindëse. Timoli dhe përbërësit e tjerë. Përveç karvakrolit, vaji i rigonit mund të përmbajë edhe timol dhe përbërës të tjerë aromatik. Përbërja ndryshon sipas species, origjinës së bimës dhe mënyrës së nxjerrjes së vajit. Kjo është arsyeja pse dy produkte me emrin vaj rigoni mund të mos jenë identike. Njëri mund të ketë një përqendrim tjetër të karvakrolit, tjetri mund të ketë përbërje të ndryshme. Prandaj, nëse dikush blen një produkt të tillë, duhet të lexojë etiketën dhe udhëzimet e përdorimit, në vend që të ndjek këshilla të rastësishme nga interneti. A ndihmon sistemin imunitar? Një nga pretendimet më të zakonshme është se rigoni forcon imunitetin. Këtu duhet bërë një dallim. Një dietë e pasur me ushqime bimore, vitamina, minerale dhe përbërës të ndryshëm bioaktiv mbështet funksionimin normal të organizmit. Rigoni mund të jetë pjesë e kësaj diete, por nuk ka arsye të besojmë se një dozë e vajit të rigonit do ta bëjë sistemin imunitar super të fortë ose do të parandalojë çdo infeksion. Sistemi imunitar është një rrjet jashtëzakonisht kompleks. Ai ndikohet nga gjumi, ushqyerja, aktiviteti fizik, mosha, stresi, sëmundjet ekzistuese dhe shumë faktorë të tjerë. Prandaj, nuk ekziston një produkt i vetëm që mund të zëvendësojë të gjitha këto. Po për ftohjen dhe dhimbjen e fytit, në traditën popullore, rigoni është përdorur në përgatitje të ndryshme gjatë periudhave të ftohjes. Një çaj i ngrohtë mund të jetë qetësues për fytin dhe mund të ndihmojë në hidratim. Por kjo nuk do të thotë se rigoni eliminon virusin që shkakton një infeksion respirator. Shumica e ftohjeve shkaktohen nga viruse dhe zakonisht kalojnë me kohë. Nëse simptomat janë të rënda, zgjasin shumë ose shoqërohen me vështirësi në frymëmarrje, temperaturë të lartë apo gjendje të rënduar, kërkohet këshill mjekësore. Rigoni mund të jetë pjesë e kujdesit tradicional. Nuk duhet të jetë zëvendësim për mjekun. Rigoni dhe shëndeti i zorëve. Një tjetër temë që përmendet shpesh është mikrobioma e zorëve. Zorët tona përmbajnë miliarda mikroorganizma dhe ekuilibri i tyre është shumë i rëndësishëm për organizmin. Për shkak të aktivitetit antimikrobik të disa përbërësve të rigonit në laborator,
Është ngritur pyetja nëse këto substanca mund të ndikojnë edhe në mikroorganizmat e zorëve. Por këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Të luftosh bakteret në laborator nuk është e njëjta gjë me pastrimin e zorëve. Trupi ynë ka nevojë edhe për shumë baktere të dobishme. Prandaj ideja se një vaj esencial mund të pastrojë të gjitha bakteret e këqija është tepër e thjeshtuar. Në fakt, përdorimi i pakontrolluar i substancave të forta antimikrobike mund të jetë problematik. A ndihmon rigoni H sheqerin H gjak? Edhe për këtë temë ekzistojnë shumë pretendime në internet. Disa kërkime eksperimentale kanë shërtuar përbërës të rigonit dhe ndikimin e mundshëm në metabolizëm. Por këto të dhëna nuk janë të mjaftueshme për të thënë se vaji ose çaji i rigonit trajton diabetin. Nëse një person ka diabet, nuk duhet të ndërpres ilaçet ose insulinën dhe të zëvendësoj trajtimin me rigon. Kjo mund të jetë e rrezikshme. Bimët dhe suplementet mund të kenë një rol të kufizuar në një dietë të shëndetshme, por trajtimi i diabetit duhet të bëhet në bashkëpunim me profesionistët shëndetësor. Rigoni dh inflamacioni. Një tjetër fushë interesante është inflamacioni. Disa përbërës të rigonit janë studiuar për mënyrën se si ndikojnë në mekanizma të lidhur me proceset inflamatore. Kjo tingëllon shumë premtuese. Por përsëri duhet të kujtojmë ndryshimin midis një eksperimenti laboratorik dhe një prove klinike. Nuk mund të thuhet se konsumimi i vajit të rigonit shëron artritin, sëmundjet autoimune apo çdo problem tjetër inflamator. Këto janë pretendime që kërkojnë prova shumë më të forta. Se duhet të ripërdoret? Këtu përgjigjja më e sigurt është: ndiqni etiketën e produktit dhe mos përdorni doza të improvizuara. Produktet ndryshojnë. Disa janë të destinuara për përdorim të jashtëm. Disa janë të formuluara për konsum. Disa produkte janë të holluara. Të tjera janë shumë të përqendruara. Prandaj nuk ka një dozë universale që mund t'u rekomandohet të gjithëve. Nëse një produkt është i destinuar për konsum, ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Dhe nëse merrni ilaçe, keni një sëmundje kronike, jeni shtatzën ose ushqeni me gji, është e arsyeshme të konsultoheni me mjekun ose farmacistin përpara përdorimit. Çfarë ndodh nëse e teproni? Kjo është pjesa që shpesh mungon në videot që flasin për mrekullitë e vajit të rigonit. Një substancë e përqendruar mund të irritojë traktin tretës. Mund të shkaktojë djegje ose parehati në gojë dhe fyt. Mund të irritojë lëkurën. Dhe në varësi të sasisë dhe produktit, mund të ketë edhe efekte të tjera të padëshiruara. Prandaj nuk duhet të mendoni: është bim, kështu që mund të marr sa të dua. Jo, edhe bimët kanë substanca aktive. Dhe substancat aktive mund të kenë edhe efekte anësore. Rigoni së pjesë e ushqyerjes. Nëse dëshironi të përfitoni nga rigoni në mënyrën më të thjeshtë, ekziston një mënyrë shumë e mirë. Përdoreni si erëz. Shtojeni në sallata, në perime, në mish, në supa, në salca, në ushqime mesdhetare. Në këtë mënyrë, rigoni bëhet pjesë e një diete të larmishme dhe nuk keni nevojë ta shndërroni në një produkt mrekullie. Dhe ndonjëherë gjërat më të thjeshta janë ato që kanë më shumë kuptim. Një sekret REK është sekret. Nëse do ta përmbledhim të gjithë historinë e rigonit në një fjali, ajo do të ishte: vlera e rigonit nuk qëndron te magjia, por te kimia e tij natyrore dhe mënyra e arsyeshme se si e përdorim. Ai përmban përbërës interesant. Ka një histori të gjatë përdorimi tradicional. Është studiuar për aktivitet antioksidues dhe antimikrobik. Por shumë prej pretendimeve të mëdha që qarkullojnë në internet ende nuk kanë prova të mjaftueshme klinike. Kjo nuk e bën rigonin të dobët. Përkundrazi, kjo na mëson të jemi më të zgjuar me mënyrën se si e përdorim. Dh tani pyetja e rëndësishme. Në fund nuk duhet të pyesim: cila është bima magjike që do të më mbajë të shëndetshëm? Pyetja më e mirë është: si mund të përdor atë që natyra na ofron, pa egzageruar dhe pa rrezikuar shëndetin tim? Rigoni mund të jetë një pjesë e vogël e përgjigjes. Një erëz, një çaj tradicional, një bimë aromatike me përbërës bioaktiv. Por shëndeti i vërtet nuk vjen nga një produkt i vetëm. Ai ndërtohet çdo ditë, nga ushqimi që ham, nga lëvizja, nga gjumi, nga mënyra si menaxhojmë stresin, nga shmangja e duhanit, nga kontrollet mjekësore dhe nga trajtimi i problemeve kur ato shfaqen. Prandaj, herën tjetër që të shihni një video që thotë se lëngu i rigonit shëron gjithçka, mos e besoni menjëherë, por as mos e hidhni poshtë bimën. Shikoni faktet. Rigoni është interesant. Përbërësit e tij janë interesant. Shkenca po vazhdon t'i studioj. Por mes një bime të dobishme dhe një ilaçi magjik ekziston një ndryshim shumë i madh. Dhe pikërisht ky ndryshim është ajo që duhet të kuptojmë. Natyra mund të na jap shumë,
por ajo nuk na premton mrekulli. Dhe ndoshta ky është sekreti i vërtet i Rigonit. Jo se është lëngu i jetës, por se një bim kaq e vogël që për shumë njerëz është thjesht një erëz në kuzhinë, mund të na kujtojë se natyra është shumë më komplekse dhe interesante nga sa duket në pamje të parë.